pak siklet se në përsalla tjera, qytete, shtete tjera, nuk nalëm të folë, po këtu jam pak si blokuar se pjesën më të madhe për ju që njeh personalisht, edhe di që më keni pas për ditë në përkam, nuk asë keni me filloj për të kryt, e di që tanë pritni për me folë ajo. E madhja. Drama, që si? Mos më qeshti se kam nëna këtë filmin, jam falenderuar shumë edhe sidomos atyre që marrin kreshmet edhe që marrin Ramazanin që kanë vendosur marrë me prishme një. Edhe Zoti ju bekoft, faleminderit, inshallah ju pëlqen edhe po s'ju pëlqej e di që ju prap thoni na pa pëlqyer se jam shpitame, kështu që se s'ma bani atë punë, jo besoj. S'ma thoni që. Më pëlqejnë ata sipër atë, jeni mua të mirë domethënë, se ti ardhe me falë me diellit. Se këtu janë vipa, që ashtu do të rrosin as siç të reagoj lista poshtë. Kështu që faleminderit stanë ju edhe filozofin, për se do ta mbyllim jetë kush e mbyll. Ti thonë edhe dy fjalë Drania, rolin e nënës, edhe Besa nuk mujti më ardh, se familjen e ka këtu, po nuk mujti më ardh, se do ishte edhe do ishin këtë një fotografi e bukur, gjithsesi faleminderit familjes Bes, faleminderit Bes, edhe është jashtë rrugës. Besa nuk e di më. Drama, shkurt. Shkurt, faleminderit Luis. Mirë se keni ardhur. Falenderoj Luizin të parin, djalin ton. Falenderoj producenten Claudian, Bjordin regjisorin, që më besuan këtë rol në këtë film që ta kemi një kujtim të bukur me i ta dy yjet, fëmijët e mi, djali me nuse janë. Edhe falenderoj të gjithë stafin për përkushtimin që kishin, për respektin që na kanë dhënë, për gatishmërinë, sepse secilin pozicionin e tij ishin perfekt. Edhe Akidin që e kena ma atë djalin që nuk zën vend kur. Më duke se me ka të një lajme të kërë po, Akidin e kena marrë se duhet, për çdo film duhet o i patku, o i hudër, o i diqa se në kanë në pas. U vetë ofru Akini, për të një shakave tje pa pas ditinjen, se të shmë përdu. Edhe që nga vit, ka 11 cm, se që nga vit për vit, shtohet pa një, kështu që Akin, në ma pa që faqen e zezë që nuk nga thirre, e ti Emanuel. Po atë që i orë që i ma ndorë, këtë janë momenti kërë nga të folë të për një provë. Nga Akin, fillo. Me foluna? Faleminderit shumë, do më thonë, ky film për mu ishte shumë knasi, jam pagu shumë mirë të ky filmi, nuk jam vetë ofru, edhe... Një nga marrë dhe bile pa marru halat mirë gjërime, por që seriozisht ishte shumë knasi me punu bashkë me Dranën, Besin, Luizin, Kiaren, por gjatë këtij filmit, vetëm këtë do të thamë ata mbylli, sa ma shumë kam nejt me Luizin, as ma shumë jam habit si drejqen e ka fitu ky Big Brother. E kupton? Nuk ma duk shumë strateg dhe shumë i mirë, po ma e mirë edhe ma strateg ma shduk vajzat që dhe janë mikrofonin Klara. Kisha Claudia me falenderu për producenten, por të shi, unë ka që kam, shpresoj t'ju pëlqej filmi, e di që do më thoni që janë maj djetë se duhet, por është pjesë e punës. Të shi mikrofonin për vërrej strategjes Luizit Kjarës. Unë e strategje. Unë e di që Luizja ka me siklet matë këtu, së mos në Shkodër, se jeni të vetme që mund t'ja fusni për batuta. Se tjetë. Po. Për te shakave, jam shumë e lumtur që jam sot këtu me ju. Faleminderit shumë për gjithë dashurinë që na keni dhënë jo vetëm sot, po që nga fillimi i udhëtimit tonë. Jam shumë e lumtur që kam ardhur sot në Shkodër tek vendi i bashkëshortit. Ai thot mos u duj bashkëshort te burri im dhe ndjem si shtëpi time, edhe pse jam larg nga këtu, domethënë kanë lindur diku në Lushe. Por ndjem vërtet gjithmonë servi, ndjem si shtëpi time, ndjem një lloj mikpritje që nuk di domethënë. Ju qofshin, jeni shumë të mirë. Faleminderit edhe aktorëve profesionistë, ato faleminderit Luis, po unë dua të falenderoj ata të cilët më kanë ndihmuar goxha edhe gjatë xhirimeve, si një aktore jo profesioniste, për këshillave të tyre,
Është privilegj për mua, patjetër që të luaj në një film, kështu që faleminderit shumë juve, faleminderit regjisorit, faleminderit producentes, janë shumë që duhet të falenderojmë se kanë bërë një punë të shkëlqyer. Do ta shikoni vetë. Po. Kështu që se di tani. Presim në fund kritikat. Pyetje. Atëherë me që përmendi Kiara që tha unë nuk jam aktore, kur të marojnë filmi, keni me besu që Kiara na ka befasu me aktrimin e saj. Na ka befasu seriozisht, e vënesi aktor. Bravo i kjo. Se Luizi dihet, no. Unë jam habit me veti kur e kam pa veti. Kam thonë ku djallë batarëme. Të shi s'pës gasi mase, ashtë të zetë, dhe nga ka o bleke do vina atë ato shtete, të bëjo qesin me zërë jashtë. Kështu që shikim të kamshëm, ju pres jashtë për komentet. Duroni deri në fund, që paso mutni. Se pa me 0-40 minutin e para, aty do thoni jam as komenci. Duroni. Dhe keni për ta pa. Jepi.